kusht? Po, që të them, sot një përndodhe jemi me një aktualitet zëmt. Thanë, ne pas luftës kemi bë përpjekje maksimale që të krijojmë një pluralizëm edhe një diversifikim edhe të mendimit edhe të organizimit, po gjithmonë të pas parasysh interesin madhor të vendit e të kombit. Kështu që përkundër divergjencave që i kem pas në atë kohë mënyra pas luftës, me veçanërisht me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ne kemi arritur për shumë çka që të kemi konsenzus dhe kemi punuar bashkarisht për të ndërtuar institucionet, për të demokratizuar vendin dhe për të krijuar një shoqëri demokratike, për të futur binaret e zhvillimit ekonomik edhe në perspektivë të krijimit të shtetit të Kosovës, gjë që ka rezultuar suksesshëm. Kurse gjatë kësaj periudhe është krijuar një traditë e mirë e demokratizimit të shoqërisë, e pluralizmit politik. Kemi pas praktikisht tash po shkojmë drejt zgjedhjeve të 10-ta në nivel nacional. Është krijuar një traditë e mirë e organizimit të zgjedhjeve, e pranimit të rezultateve, e transferimit pushteteve, deri në vitin 2021. Në vitin 2021, pas ardhjes së vetëvendosjes pushtet sikur nuk u vazhdua ajo formë e avancimit, po sikur ka pas një farë stagnime e kohëve të fundit pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit kaluar dhe pas zgjedhjeve të dhjetorit, po shifet që në pushtet, po në qeverisje ka një klasë politike që nuk ka shumë ndjeshmëri për vendin dhe për popullin dhe se po bën praktikisht një vit e gjysmë që jemi fut me një radh vicioz që po sillemi dhe nuk kanë treguar aftësi që të ndërtojnë institucione stabile qeverisëse dhe kjo është për të ardhur keq. Dhe kjo është një dëshmi që tregon që shoqëria jonë ka nevojë për një ndryshim, ka nevojë për një klasë më të përgjegjshme politike ku është në aftë për të ndërtuar institucione dhe për të arritur konsenzus për disa probleme të nivelit nacional, të nivelit shtetëror dhe për interesin e përgjithshëm shoqërisë. Fatkeqësisht aktualisht po jetojmë me një ambient shumë toksik. Është një diskurs shumë i vrazhët politik që nuk do duhet të jetë, do duhet është normale në demokraci, në pluralizëm, konkurenca politike, por tendenca për delegitimim dhe për stigmatizim është e panevojshme dhe është e dëmshme për shoqërinë sepse ka kriju ky diskurs tepër i vrazhët, ka kriju në shoqëri raporte bukur të tensionume dhe është postu vëmendja më shumë te diskursi se sa te zhvillimi dhe kjo mbase po bëhet pikërisht për ata për t'i mbuluar stagnimet të mëdha se ta marrin vetëm dje qëndrimin e vendeve të Bashkimit Evropian. Ato kanë filluar, domethënë, me atë planin e rritjes të shpërndajnë fundet e shteteve të rajonit, por që Kosova praktikisht me këtë qasje që e ka rrezikon që deri në fund të vitit nuk do të arriti përmbush standardet e kërkuara dhe rrezikon që t'i humb 255 milion euro. E 255 milion euro për Kosovën janë shumë dhe përveç dëmeve në aspektin politik, kemi dëme të mëdha dhe reperkusionet mëdha dhe në aspektin ekonomik të zhvillimit vendit, sepse kemi ngjecje në të gjitha sferat, prej integrimit në Bashkimin Evropian e deri për zhvillim ekonomik s'po flasim, sepse u po edhe raporti i fundit monetar ndërkombëtar që Kosova prej vitit 1999 domethënë ka qenë rënuar komplet dhe ka filluar domethënë një avancim shumë i shpejtë i rindërtimit, i rregullimit, i akomodimit të popullsisë së zhvendosur, kurse tani kemi një stagnim ekonomik dhe inflacioni është bukur i madh dhe pak ka mendim strategjik se si të dalëm nga kjo gjendje dhe nëse vazhdon kështu druaj se do të mund të vijë deri te kollapsimi
i shtetit, e ne nuk jemi si kur Greqia, shtet që kur ka kriza ose kur falimenton të ndihmoj Bashkimi Evropian, neve nuk do të na ndihmojmë siç mund të presim, kurse vetë nuk jemi shumë të aftë që t'i përballohemi me këto sfidat të cilat i kemi para, rrezikun më të madh është bankrotimin e sektorit të energjisë, cilin shumë pak është duke u bë, dhe ato kapacitete që kanë qenë nuk janë mirë mbajtur sa duhet, janë eksploatuar në mënyrë paksa dhe të egër, dhe tani e shohim që edhe Keku si ndërmarrja më e madhe në vend, që ka qenë ndërmarrje rentabile, rrezikon që të kollapsoj dhe bankrotimi eventual i sektorit të energjisë mund që edhe në bankrotimin e shtetit. Zotë Javdiu, ndani përvoja të ndryshme, qoftë në ilegale, qoftë në vitet 90-ta, qoftë në lirinë e Kosovës duke kontribuar, po them, për demokracinë dhe pluralizmin. Kërkimet e forta që kishi edhe gjatë viteve mbas 90-ta, me LDK politikisht, edhe sidomos që vazhduan dhe pas luftës, u neutralizuan nga një frymë e nevojës për konsenzus për t'i dhënë vendit institucione. Është qeveria e parë në drejtimin e ish kryeministit Rexhepi. Kujtojmë këto dhe momente të tjera të rëndësishme. Zgjedhjen e ish kryeministit Ramosh Haradinaj. Kujtojmë dialogun dhe unitetin e klasës politike për dialogun e Vjenës, shpalljen e pavarësisë. Dhe nëse i referohemi gjithë asaj periudha të rëndësishme, me gjithë fërkimet e forta që keni pasur, keni gjetur një shtek për konsenzus dhe kompromis. Cilë bilanci sot në shikimin tuaj i kësaj situate, i kësaj elite politike, nëse mund të them? Si e tillë? Për mua është absurde që një parti politike të ketë 51% të votave dhe të mos mund të konsolidoj institucionet. Nuk do ta kisha mund ta imagjinoj asnjëherë pas luftës që një parti do të fitoj kaq shumë dhe nuk do të jetë në gjendje që të krijojë institucionet. Lëvizja Vetëvendosje është partia që ka fitu, nisur nga gjitha zgjedhjet që bëjnë në Kosovën e pas luftës, ka fitu më shumë të vota. Ka qenë e vetmja që ka mund të qeverisë vetme pa të tjerë. Ne në vitin 2000, kër janë bëjë zgjedhjet e para, ka pas një ndërtje të madhe të komunitetit ndërkombëtar, të UNMIK-ut edhe të strukturave tjera të cilat ishin në Kosovë, se partitë dolar nga lufta nuk do të pranë rezultatin. Por ato u shliruan pasi që Zoti tha që doli dhe tha që ne e pranojmë verdiktin e popullit sepse konsiderojmë që kemi arritur suksese për herë të parë marrim pjesë në zgjedhje, një partie sapo formuar dhe kemi fituar 5 komuna, dikun totali ka qenë 23 apo 24%. Dhe pastaj në zgjedhjet nacionale ne arritëm që të krijojmë një koalicion të gjerë, ku ishte me Bayram Rexhepin kryeministër, unë atko kam qenë këshilltar i lartë politik i kryeministrit, kurse kanë qenë përfshira në qeveri edhe Lidhja Demokratike e Kosovës edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës. Domethënë ka qenë një bashkim i forcave politike sepse na pretendonim që të avancojmë proceset e definimit të statusit dhe përpiqeshim ta ndërtojmë një konsenzus politik mes partive politike, pavarësisht dallimeve që i kishim, ne kemi arritë të gjejmë dhe të qeverisim bashkë, po edhe grupet parlamentare, që Lidhja Demokratike ka qenë parti që ka fitu shumicën e votave, por nuk ka pas shumicën për ta kriju shumicë parlamentare dhe për ta bërë qeverinë e vetme. Kështu që ka pas të bëhen një harmoni të mirë dhe sepse kemi menduar që ne në atë mënyrë i kontribuojmë edhe neutralizimet e një vrasësie të diskursit, sepse në atë kohë më shumë debatohej kush ka merita më të mëdha për krijimin e realiteteve të reja të lirisë, por që me bashkëqeverisje ka arritur që diskursi të amortizohet. Unë po them që është zhduk plotësisht ajo vrasia e komunikimit, e polarizimeve, por megjithatë janë relativizuar shumë. Dhe kjo ka bërë që ne të përshpejtojmë hapat për shku dhe drejt pavarësisë. Njësoj ka ndodhur edhe në zgjedhjet tjera. Në zgjedhjet e dyta që një koalicion mes Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, kurse Partia Demokratike e Kosovës ishte në opozitë. Dhe Partia Demokratike e Kosovës në atë kohë mendimin e vet politike dhe shtrirjen organizative i ka formsu dhe i ka pjek duke qenë në opozitë. Domethënë kemi provu forma të ndryshme të qeverisjes dhe ka pas një ambient shumë më
të mirë se sa që është sot. Dhe ambienti i krijuar sot gjithsesi do të Vitin 2026. Vitin 2026 unë po shpresoj që është epizodike dhe njerëzit do të ta kufizojnë pak fjallën e tyre, të jenë më të përmbajtur, të jenë më konstruktiv dhe të respektojnë edhe mendimin e tjetrit, sepse demokracia ka kuptim vetëm kur ka pluralitet të mendimit dhe kur ai respektohet. Nuk do të thotë që pse mendon ndryshe do të përjashtohet ose do të shpollet armik ose do të qarkullojnë etiketat të ndryshme prej bashkëpunëtori serbise deri te hajnë gjitha këtu. Kjo gjuhë domosdoshmërisht duhet të ndalë sepse është shumë toksike dhe ka krijuar një ambient shumë të rëndë nga i cili është domosdoshme të dalim dhe të orientohemi drejt reformave në shëndetësi, në arsim, në zhvillim ekonomik, në reformim të tërësisë shoqërore, të investimeve më të mëdha në kulturë, se mbase kjo edhe është ajo handicapi madh sepse ka pak investime në kulturë dhe kultura na forcon identitetin, do t'i kushtojmë shumë rëndësi këtij sektore dhe këtij dimensioni në mënyrë që shoqëria e jonë të jetë konform aspiratave që kemi drejt bashkimit në familjen e madhe të popujve evropian, e që edhe proceset e integrimit kanë ngecur pikërisht për shkak të një mendësie të Nuk shqetësohet kush për atë punë nga viti 2022, kur Kosova aplikoi për ta marrë statusin e vendit kandidat të BE-s. Deri më sot nuk kemi lajm konkret. Nëse Kosovës janë qelur përfundimisht mundësinë dera për të bërë antar një ditë i Bashkimit Evropian. Ndërkohë, kancelari Gjerman Merz dha një deklaratje interesante politikisht, duke ftuar shtetet e tjera të Bashkimit Evropian që të mbështesin idenë për antarësimin e Ballkanit perëndimor në blok të Bashkimit Evropian me status të vëzhguesit. Si është një dorë? Praktikisht prej se është në Kosovë fare nuk merret kush me BE-n. Me ndikimin që duhet ta ketë Bashkimi Evropian në mjedisin e përgjithshëm politik, në mënyrën se si duhet funksionojë politika realisht, si duhet jenë njerëz llogaridhënës para ligjit, objektivisht. Praktikisht jo përmendet që në vitin 2022 është shtruar kërkesa për antarësim, por që lajm ka, ajo nuk është shqyrtuar akoma. Nuk i ka ndodhur asnjë shtet i cili ka paraqitur kërkesën për aderim në Bashkimin Evropian dhe për 4 vite të mos shtruhet ajo. Kjo na bën të kuptojmë që nuk ka qenë koha dhe shtrimi i asaj kërkese është bërë më shumë për qëllime retorike elektorale se sa që kemi qenë në stadin kur do të shqyrtohet ajo. A mund ta krahasoni një situatë nga përvoja juaj, sa ka pas pesh fjala Bashkimit Evropian, qovë kur keni nxjerrë ligje sistemore bazike, qovë kur keni krijuar institucione llogaridhënëse, tani duket që kujt përshtypje nuk i bën kjo. Që nga viti 2002, me konstituimin e institucioneve të Republikës Kosovës, kur ka filluar parlamenti të aprovojë ligje, të gjitha ligjet kanë qenë në harmoni me aki komunite, po. Secila ministri, deri në vitin, domethënë ka pas drejtor ato sektoret për integrim evropiane, dhe ne kemi qenë vazhdimsi në komunikim të përhershëm, kemi shkuar me hapa të mundshëm. Ne qysh në vitin 2002 kemi nënshkruar një marrëveshje për të mos ngjesë në proceset e integrimeve evropiane një mekanizëm përcjellës për stabilizim asocim, pastaj më vonë është nënshkruar në vitin 2015 marrëveshja për stabilizim asocim dhe aty ka ngel. Nuk kemi hapa të tjerë drejt integrimit evropian, sepse kemi pas disa parakushte, disa standarde që do t'i plotësojmë. Ka vazhdu diku deri në vitin 2020, por kohëve të fundit, ka një stagnim plot, ka pas mjaft ligje të cilat nuk kanë qenë në harmoni me ligjet evropiane. Ka infrastruktura ligjore në rregull, por ju, zotja Dio, deni që zbatueshmëria e tërësishme e ligjeve në Kosovë është problematike.
ka shqetësime legjitime pse nuk zbatohen ligjet. Dhe ligjet janë të mira të shkruajtura, po flas për frymën, për idenë që njerëz që mbajnë pozita kanë pasur një raport, kanë funksionuar në një klim ku e kanë ditur se duhet t'japin llogaridhane, monitorohen, kontrollohen për veprimet e tyre. Po natyrisht, gjithçka që është arrit në Kosovë është arrit në bashkëpunim të plot, në harmoni të plot, në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Ka pas komunikim të rregullt, komunikim të vazhdueshëm, kanë qenë ata shumë të pranishëm këto, por edhe ne kemi qenë të pranishëm në Bruksel, domethënë me mas konstituimit të qeverisë Bayram Recep. Dialogu nuk u ndalur asnjëherë. Nuk është ndalur dialogu, po më njëherë ne kemi pas një konferencë donatorëve që u patën premturat në 1,4 miliard euro për ta ndihmuar Kosovën. Kurse domethënë atë kohë ne kemi kërkuar sot të fondet e planit të rritjes janë Bashkimi Evropian që ofron edhe ne nuk shfaqim kur interesimi që të plotësojmë kushtet që ti marrim ato. Kjo është një absurditet i situatës. Parat, këtu nuk lëviz kush, merren me platforma kush sa vota të fitoj. Dhe interesi shtetëror fare nuk duket që nuk është në horizont abdiu. Fatkeqësisht veprimi është i prandaj po me ju po ti bëj këto krahasime për të nxjerrur. Më shumë i kushtohet rëndësia retorikës elektorale se sa veprimeve konkrete. Ju shefni për shembull për këto 5 vite, është viti 6 i qeverisjes lëvizjes vetëvendosje dhe për këto vite ka pas 20 miliard euro. Dhe nuk vrejet ndonjë projekt i cili do të mbahet mend për të thënë se ky projekt është realizuar në qeverisjen e vetëvendosjes këtë vit ose në atë vit. Dhe kjo është për të shqetësuar, sepse qeveria është punëdhënësi kryesor në Kosovë. Kjo ka bërë që një pjesë e madhe e kompanive kosovare të ngelen pa punë, qoftë falimentojnë, qoftë shohin mundësinë e investimit jashtë vendit dhe është krijuar një trend, do të thonë që i prekshëm pasë i kësaj ambientit toksik ka bërë që dhe rinia të largohet me të madhe nga vendi. Dhe për mua kjo është shqetësim i madh. Do të thonë braktisja e vendit në këto rrethana, kur ka shumë mundësi në Kosovë, është anakronike, është për më shqetësuese secili qytetar, se përveç popullsisë, po zhvendoset edhe paroja. Dhe kjo ndikon në varfrimin e ekonomisë dhe në varfrimin e shoqërisë. Kjo klim politike, po... Klima politike është e pasigurt për investime. Ne mburremi ose proklamojmë se ne po thithim investime të huaja, por investime të huaja në Kosovë nuk ka. Ka investime diasporës që blejnë patentshmëri, por investimet janë shumë të vogla dhe kjo ka bërë që kompani kosovare të gjejnë edhe të investojnë dhe jashtë vendet, dhe kjo është keq. Vetëm Shqipëri, kosovarët janë ndoshta investitorët më të mëdhenj tash për tash, që janë duke ndërtuar, duke punuar, duke zhvilluar ekonominë atje, kurse këtu kemi ngecje. Kjo është shqetësim, sepse qeveria aktuale, e thash më herët, nuk kanë mendim strategjik, nuk kanë strategji të zhvillimit, nuk kanë plane, do të thonë se si t'i qasën një punë ose një projekte të caktuar, madje edhe ato projekte që kanë qenë duke rrjedhur edhe ato janë bllokuar dhe kanë stagnuar aty ku kanë qenë. Kjo është për të shqetësuar sepse shoqëria po shkon duke u varfëruar. Çmimet janë drastike, ka rritje shumë të madhe çmime dhe fuqia blerëse ka rënë shumë. Ne shohim diskursin e qeverisë me një farë mburravecerie që ne po shpërndojmë para, ne domethënë pia kthejmë para qytetarit. Është e vërtetë që para ka më shumë, por varfëria është rrit. Asistenca sociale është shtu, po varfëria është më e madhe se sa që ka qenë. Indikator është edhe pjesëmarrja e familjeve në listën e asistencës sociale nga 60.000 rrit në 90.000. Po kjo është për më shqetësu dhe ne proklamojmë e kemi zvoglu papunësinë. Mirë po papunësia zvoglohet kur të rritet asistenca sociale. Që financoj vetë Fond Monetar Ndërkombëtar, abdiu, një organizatë kredibile ku nxori dhëna të frikshme për mjedisin socioekonomik që ka Kosovë, një renditje e dyta në kontinentin evropian dhe
të tjerët, me të tjerët Kosova konë keq, me ne është pak ma mirë, thënë. Përpjekje base për relativizim. Si sa dhe kur t'i Kosovën, kur e mora qeverisin e kom gjetë në podrum. A i dini, tha. Podrum, gjust musht me uj. Ajo është retorikë elektorale. Nuk është... Retorik, por me atë retorik kurti po e ushqem fitore ndanit. Që po bëjnë kolegat tuaj sot në PDK, nëse mund ta them. Ndoshta mund të jesh kritik edhe ndaj tyre për një tregim. Nuk mund të flas në emër të PDK, sepse unë në vitin 2013 kam marrë në ambasador edhe prej atëherë kam dhënë dorëheqje domethënë nga të gjitha funksionet që kam pas parti, sepse e kam respektuar ligjin se shërbimi diplomatik nuk duhet të jetë i politizuar, dhe ma nuk jam kthyer jetës politike, por e përcjell me vëmendje. Një mendim du ta kesh për PDK-n, për LDK-n, për AK-n. Kam një mendim, domethënë opozita ka qenë shumë konstruktive në raport me këtë pozitë, thuj se domethënë nuk kanë arritur që ta ndërtojnë një profil të mirëfillt opozitor, edhe t'i bëjnë opozitë dhe ta dekonstruktojnë këtë konstruksion cilin e ka bë lëvizja vetëvendosje, se gjoja tani po rrjedh qumshtë e mjalt në Kosovë, se ne po i ndjekum trendet e zhvillimit vendeve të perëndimit, por që nuk është ashtu. Unë thash në fillim që kemi të bëjmë një klasë të domethënë që nuk kanë politike, që nuk kanë ndjeshmëri shumë për vendin dhe për popullin dhe fare nuk është e interesuar se çka është duke ndodhur përreth nesh. Ne sot po jetojmë në kohën kur mbase do të definohen kohët e zhvillimit të njerëzimit për 100 vitet e ardhshme. Dhe ne jemi pa qeveri, ne kemi qenë sankcione 3 vite. Ne kemi qenë praktikisht jemi një ishull izoluar për shkak të meskiniteteve dhe jo konstruktivitetit që e ka qeveria e Kosovës, duke e shkel në gjithanshëm opozitën, duke mos komunikuar me shoqërinë civile, duke pas një mendësie totalitare të qeverisjes, dhe kjo bën që me atë logjik edhe raportet shumë të disfavorshme për ne tentojnë të shndrojnë në favor të tyre, siç ishte deklarata e ministrit të financave, kemi qenë në fund e tash kemi avancim. Nuk është e vërtetë që kemi qenë në fund. Tash ti më mirë. Ne kemi qenë shumë keq, ne kemi qenë të rënuar. Në situatën të shtrëngohemi për t'i thënë gati, i nderuar ministër, faleminderit shumë.